Trumpit i mohohet aksesi në kodet bërthamore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndalesa nga kreu i forcave të armatosura. Presidenti të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, i është mohuar aksesimi në kodet bërthamore të vendit të tij nga një oficer i lartë ushtarak amerikan. Analisti në pension i CIA-s, Larry Jensen, ka zbuluar në programin e njohur në YouTube Jude King Freedom se gjatë një mbledhje urgjente të mbajtur të shtunën në 18 prill, Trump ka tentuar të aksesojë kodet bërthamore. Tensioni. Sipas një raporti që ka dalë nga i takim në Shtëpinë e Bardhë, Trump dëshironte të përdorte kodet bërthamore dhe generali Dan Chain u ngrit dhe tha jo. Ai invokoi privilegjin e tij si kryetari i forcave të armatosura për ta thënë këtë. Duket se shpërtheu një grindje vërtet, po ndodhin gjëra shumë të çuditshme në Washington, shkruan Mirror. Duke cituar Larry Johnson, kjo ndodh në një kontekst të rritjes së shqetësimit për sjelljen e paparashikueshme të presidentit. Aftësit. Ende nuk është e qartë se për çfarë do të shërbenin këto kode nëse do të bëheshin publike. Megjithatë, kjo vjen pas lajmeve që sugjerojnë se Trump është përjashtuar nga salla e situatës nga këshilltarët ushtarak gjatë një misioni kyç shpëtimi në Iran. Presidenti do të ishte mbajtur jashtë diskutimeve për shkak të frikës nga temperamenti i tij eksploziv. Funksionarët e lartë të administratës friksoheshin se paparashikueshmëria e tij mund të dëmtonte operacionin. Pas rrëzimit të një avioni amerikan nga forcat iraniane më herët të muajit, Trump do të kishte kaluar orë të tëra duke bërtitur kundër personelit të West Wing, i mundur nga kujtimet e krizës së pengjeve në Iran të vitit 1979. Konflikti me Iranin. Shtetet e Bashkuara janë në konflikt me Iranin që nga shkurt 28 shkurti, datë kur janë nisur sulmet ajrore të përbashkëta midis Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit ndaj disa objektivave strategjike iraniane. Irani ka reaguar duke sulmuar lokacione në të gjithë lindjen e mesme, duke e katandisur rajonin në kaos dhe duke bllokuar rrugët e rëndësishme të kalimit në ngushticën e Hormuzit. Mohamed Kalibaf, kryenegociatori dhe presidenti i parlamentit iranian, ka shkruar një postim në X ish Twitter në orët e para të së martës se ne nuk pranojmë negociata në hijen e kërcënimeve dhe se Republika Islamike po përgatitet të zbulojë letra të reja në fushën e betejës. Kjo para zhvillimeve të fundit me negociatat për paqen që kanë arritur në një fazë të avancuar. Irani ndonse nuk njihet formalisht si një fuqi bërthamore, besohet të ketë teknologjinë e pasurimit të uraniumit që mund të mundësojë zhvillimin e armëve bërthamore. Nuk është ende e qartë nëse dhe për çfarë qëllimi do të aktivizoheshin kodet bërthamore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Megjithatë, thashethemet mbi gjendjen e shëndetit të Trump janë shtuar pas disa shikuesish që kanë vënë re një sinjal të vogël alarmi në posturën e tij, shkruan Messaggero.